Kam shumë kënaqësi që jemi sot këtu bashkë me njëri tjetrin. Tashmë e kemi kthyer edhe në një formë të traditës, shtrimin e një iftari për gjithë besimtarët që agjerojnë. Uroj dhe shpresoj që t'jeni sa më mirë. Uroj dhe shpresoj që Zoti t'ua ketë pranuar lutjet dhe agjerimin. Inshallah sa më mirë qofshin këtë vit e vitin tjetër, paqe të mira, begati dhe lumturi në familjet tuaja. Është një muaj i bekuar, një muaj i madhrueshëm, një muaj që tregon shumë për sakrificën, për mirësinë, për dashurinë, për besimin. Edhe më vjen shumë mirë dhe që sot në Gramsh ka edhe të rinj që janë afruar me Zotin nëpërmjet fesë tuaj, fesë muslimane, që mendoj dhe besojnë që rruga më e drejtë dhe më e ndeshme është ndjekja e rrugës së Zotit. Pa u zgjatur shumë, dua t'ja uroj muajin e Ramazanit, agjerim të lehtë, e të pranuar dhe vetëm të mira të keni. Faleminderit. Kryetari i Bashkisë, nderuar drejtues politik i qarkut të Elbasanit, nderuar deputet, të nderuar miq, besimtar, unë sa herë kam folur pak, por sot doja të flisja pak më shumë. Ndoshta pak prej nesh e dim, por neve këtë vit kemi 30 vjetorin e fillimit të ndërtimit të xhamisë. Është një histori që fillon në janar të vitit 96, afërsisht 30 vite më para. Një person nga bota islame, nga bota arabe, me një besimtar të Shqipërisë vin në Gramsh me dëshirë që të ndërtojnë diçka fetare për të kontribuar për këtë vend. Personi që takojnë në janar është babai i kryetarit të sotëm të bashkisë. Mbasi i flasin, komunikojnë, vendosin për të caktuar disa vende. Dhe në fillim caktohen 2 vende për të ndërtuar xhamin asaj kohe. Vin përsëri në mars të vitit 96 dhe vendosin vendin se ku do ndërtohet xhamia. Dhe ajo xhami është ndërtuar tek vendi ku është sot. Unë në emër të myftënisë jam mirënjohës zotërisë që kontribuoi për ndërtimin e xhamisë. Iftaret për besimtarin janë çaste të bukura, çaste të rëndësishme, çaste të begata. Por këto çaste kur jetohen me njerëz të tjerë bën akoma më të bukura. Feja islame është feja e paqes, është feja e dhurimit, është feja e tolerancës. Neve kemi mësuar të jetojmë sa herë me njerëzit bashkë dhe iftaret janë shembujt më të mirë të historisë së njerëzimit. Dhe njëherë ju falenderoj që ishit pjesë, falenderoj kryetarin e bashkisë që tashmë është bërë traditë, sepse kur folëm në fillim tha mufti, tradita vazhdon. Dhe është viti 4 që shtrohet iftar nga kryetari i nderuar. Në emrin tim dhe në emrin të myftinisë e falenderoj Zotin dhënë mirësi, shëndet në familjen e tij dhe sukses në këtë qytet të bekuar. Ju falenderoj. Që kemi bashkë ndar këtë sofër të iftarit. Në këtë kohë ku jetojmë, hapim televizorin, shohim ç'ndodh në botë me raketa, me dronë, me luftë, me bomba. Një botë që është bërë pa kërmuj. Bëhet shumë e rëndësishme sa të afërt e kemi fëmijë, komshiun, të afërmin, banorin e qytetit tonë, një besimtar tjetër, se ndonjëherë gjërat që e këqija që ndodhin larg na afrojnë me njerëz që kemi pranë. Dhe është shumë e rëndësishme, besoj veçanërisht në moment, se sa shumë rëndësi ka fakti që ne në komunitetet tona, qytetet tona, pavarësisht bindjeve tona fetare, shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Dhe njeriu që ke pranë bëhet një i afërt, bëhet njëri që mbështet në ditë vështirë, bëhet njëri që ndan një hall, bashkëpunon për të bërë një punë të mirë. Dhe muaji Ramazanit si një muaj sakrificës, është një muaj që i sill njerëzit bashkë
në mjet sakrificës dhe I bën të shohim pak më përpara. I bën pak më të mirë, pak më dashur, pak më qetë. Dhe pikërisht për këtë dua të përgëzoj dhe imamin, po dhe të gjithë komunitetin për faktin që ky frymë e mirë që është në Gramsh, si në gjithë qytetet e Shqipërisë, është një augur I mirë që duke ne bashkë me klientin, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke ndihmuar ata që janë më pak taft, ata që kanë më pak mundësi, ata që janë më të varfër, shoqëritë tona mund të bëhen më të mira dhe mund të bëhen më të forta, mund të ecën më përpara. Ndaj ju uroj dhe unë një muaj të mbarë, Zoti ju pranoft agjërimin, gjithë agjëruesve dhe vetëm sukses dhe shëndet të mira. Ua pranoft mundin dhe ua shpërbleft me mirësi në familjet tuaja. Ju uroj agjërim të lehtë.